Brukseli do të pres samitin e radhës mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian të mërkurën e 17 dhjetorit. Takimi i nivelit të lartë që bën bashkë liderët e rajonit me homologët evropian mbahet për të katërtin vit radhazi në prag të mbledhjes së fundit të Këshillit Evropian për këtë vit. Në këtë takim, Shqipëria shkon me agjendë të përcaktuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Tirana zyrtare ka hapur të gjithë grup kapitujt e negociatave në harkun kohor të një viti, ndërsa tashmë ka hyrë në një fazë të re mbylljen e grup kapitujve. Qeveria shqiptare është optimiste sipas një kalendari të dakordsuar me Komisionin për mbylljen e negociatave teknike deri në 2027, në mënyrë që brenda 2030-s Shqipëria të jetë antare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian, ndonse nga Brukseli nuk kanë munguar sinjalet pozitive për një afat më të afërt për Shqipërinë dhe Malinezi, të konsideruara pararoj në procesin e integrimit. Për Maqedoninë e Veriut, samiti pritet të shërbejë si një mundësi për të nxjerrë në pa bllokimin e negociatave të antarësimit për shkak të mosmarrveshjeve dypalçe me Bullgarinë, ndërsa Kosova, e cila ndodhet në prag të zgjedhjeve të parakohshme, do të ulet në tryezë në mes të një krize politike dhe masave ndëshkuese. Në Serbi, udhëheqësit e Bashkimit Evropian, jo në pak raste, kanë shprehur shqetësimin për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Gjithashtu, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor prej 6 miliard eurosh do të jetë pjesë e diskutimeve, i konsideruar gjerësisht në Bruksel si një nga mjetet më efektive për afrimin e rajonit me Bashkimin Evropian, si ekonomikisht ashtu edhe në aspektin e reformave. Pas Brukselit, samiti i radhës do të mbahet në qershor në Maltëzi, për herë të dytë në një vend të Ballkanit Perëndimor. I pari ishte në Tiranë në dhjetor të 2022-shit.